Projekti ynë paraqet një film horror shqiptar, i ndërtuar mbi ngjarje të vërteta, që ndërthur elemente të misterit, besimeve popullore dhe trashëgimisë shpirtërore shqiptare. Me titullin provizor Mallkimi i djalit gjarpër, ky projekt synon të sjellë në ekran një histori të errët, të thellë dhe emocionalisht ronditëse, e cila shpalos kufirin mes reales dhe të mbinatyrshmes. Filmi përfaqëson një qasje të re në kineman shqiptare, një kombinim i tregimit tradicional me stilin modern të rrëfimit kinematografik, duke synuar publikun vendas dhe atë ndërkombëtar. Ekipi krijues ka ndërtuar një skenar origjinal që mbështetet në rrëfime të transmetuara brez pas brezi, të cilat shërbejnë si frymëzim për një narrativ që prek frikërat dhe besimet më të thella të shpirtit njerëzor. Jemi të gatshëm për bashkëpunim profesional në zhvillimin, prodhimin dhe sheshimin e filmit, me synimin për të sjellë një prodhim cilësor që mund të përfaqësojë me dinjitet kineman shqiptare në festivale dhe tregje ndërkombëtare.